Javën e ardhshme do të nisë procesi i rinumërimit votave për Tiranën dhe Durrësin. Kjo u bë ditur nga kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, sipas të cilit për të numëruar janë 610.301 vota të dyja qarqeve dhe procesi do të zgjasë deri në 20 ditë. Procesi do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti dhe do të realizohet nga stafi i KQZ-s dhe jo nga subjektet politike. Po jap disa informacione të karakterit teknik. Ky proces do të realizohet nga stafi i KQZ-s në dallim me këtë proces të zhvilluar pas përfundimit votimit dhe nxjerrjes së rezultatit, i cili si proces është realizuar nga numërues dhe komisioner të caktuar nga partitë politike. Në këtë rast procesi do të realizohet nga stafi i KQZ-s. Partitë politike s'kan asnjë angazhim në këtë proces, sikurse mundet ta keni konstatuar, ka ardhur në këtë vendimarrje me kërkesë të dy anëtarëve të këtij organi, pasi janë vlerësuar pretendimet e subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve për deputet bazuar në dokumentacionin që ju është dhënë nga KQZ dhe pamjet filmike. E them këto për të evidentuar faktin që sistemi i administrimit i mbikëqyrjes së procesit të numërimit dhe tabelimit të rezultatit ka funksionuar siç duhet, sepse bazuar në ato të dhëna ju është krijuar mundësia kandidatëve për pretendimet. E mbetet për tu parë se sa qëndrojnë këto pretendime, thot Celibashi. Ky fundit jep edhe detaje se sa njerëz kanë angazhuar për këtë proces. Kërkon përgatitje logjistike. Në një kohë rekord, ja kemi dalë ta kemi gati infrastrukturën dhe kapacitetet njerëzore për ta nisur këtë proces të hënën ose të martën e javës që vjen. Rinumërimi do të realizohet te Pallati i Faria Hoti, pasi nuk mund zhvillohet te Parku Olimpik për shkak të rrethanave objektive. Për Tiranën, procesi i rinumërimit ka angazhuar 208 grupe numërimi ose 104 tavolina, për Fierin 46 tavolina ose 92 grupe numërimi. Shkojnë gati 150 tavolina. Kemi rreth 6 herë më pak tavolina, do na duhet 6 herë më shumë kohë për të numëruar dhe vlerësuar votat dhe për të bërë tabelimin e rezultatit, tregoi Celibashi. Ai theksoi se procesi i rinumërimit të mbi 610.000 votave në Tiranë dhe Fier do të përballohet pa kërkuar fonde shtesë nga buxheti i shtetit. Për të garantuar përmbylljen e rinumërimit brenda afateve, Celibashi njoftoi se gjithë administrata e KQZ-s do të jetë në punë pa ndërprerje, përfshirë edhe muajt korrik e gusht, ndërsa lejet vjetore të stafit i janë anulluar, më saktë janë shtyrë.